A ke prodhuar diçka për veten tënde për ta testuar? Po, unë e kam bërë disa prova eksperimentale me një laboratorin tem që kam pas në Kosovë, të kufizimi gjatë komunikimit me internet, edhe gjatë akumulimit. Këta mundi me bo një eksperiment shumë thjesht, po e vendosim një telefon në rrym, edhe morëm një ampermeter ose multimeter edhe e shohim sa është rritja e energjisë e shtrregullt në karikim gjatë pajisjes mobile. Po ta kesh në dorë ti qatë energji, domethënë ti e të vendos në vesh, ti domethënë je shumë nga afër kontaktit të sistemit nervor me ç't pajisje mobile, që është shumë e dëmshme. Zakonisht e shregullimet neurologjike, pajisjet mobile sot kanë pru shumë shregullime si të shregullimit të gjumit, nervoza, stresi që janë si pasojë e ndikimit të gjatë në pajisje mobile që ato rreza apo që ato valë të ti ose të personi individi barten në mënyrë të pavetdijshme. Deri tash këto janë teori, domethënë në letër, teori që janë të patentuar. Të patentuar, domethënë cila a mundesh më na kallëzu pak në detaje se këto patentet janë shumë të komplikuar. Çka sakt është e patentuar? Është po ideja e një telefonit që i ka këto funksione apo një teknologji e veçantë? Kjo është një ide e një telefoni, një zhvillim më i ri, domethënë më evolutiv i një pajisje mobile për të ardhmen që pretendoj të sfidojë kompanitë lidere. Po teknologjia kompanitë lidere? A është një lloj frike mi sfidu? Po, është një frikë, është një edhe mund me qenë shumë serioze nëse nuk e pranojnë ofertën, apo nuk e pranojnë. Pra ti je i hapur për bashkëpunim me kompanitë monopole? Unë jam i hapur për bashkëpunim me monopolet që të bashkëpunojmë, por jo që të dëmtojmë interesat e njëri tjetrit. Interesi im është vetëm mbrojtja e shëndetit publik, ndërtimi një kompanie që do të përfaqësoj titullin shqiptar, kombin ton shqiptar. Jo më interesum edhe jo më hapur edhe për investitor shqiptar, po qoftë edhe për të huaj që e ardhmja në të ardhmen të kemi një pajisje që do të përfaqësoj identitetin ton kombëtar.